Pasar si njeriu që shpalli pavarësinë e Shqipërisë, Darling Ismail Vlora shprehet i nderuar dhe krenar për figurën e stërgjyshit të tij, Ismail Qemalit. Ai thekson se edhe pse veprat e Ismail Qemalit nuk janë nxjerrë plotësisht në pa, ashtu siç duhet, populli shqiptar e ka vlerësuar gjithmonë rolin e tij historik. Për mua, si pasardhës, është dyfish më emocionuese, sepse jam shqiptar, po jam dhe pasardhës si njeriu që shpalli pavarësinë, Ismail Bej Vlorës. Sigurisht sot edhe koha duket që na shkëlqeu dielli. Jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur që jam këtu. Ju falenderoj edhe për këto dy fjalë që më kërkuat. Ndërkohë, si ndjeni si pasardhës? Po, si pasardhës si Ismail Qemalit, jam ndjerë gjithmonë një krenari, po jo një mburje, është një krenari. Unë jam shumë i lumtur që në dejet e mia ka pak nga gjaku i tij, domethënë, nga atij njeriu që vërtet me atë vepër të madhe, me atë punë të madhe që nuk ka dalë akoma në pa si duhet, me atë veprën e tij, me atë punën e tij ai bëri këtë që ne kemi sot, kemi një shtet pavarur që gëzojmë mbas 113 vjetësh. Sipas Darling Ismail Vlorës, Ismail Qemali e ka pasur bekimin dhe mbështetjen e popullit, i cili e ka kuptuar rëndësinë e veprës së tij. Politika ndër vite ka pasur qëndrime të ndryshme, por vlerësimi i njerëzve ka mbetur i pandryshuar. Ismail Qemal Beu e ka pasur gjithmonë vlerësimin e merituar nga populli. Populli e ka kujtuar gjithmonë, populli e ka vlerësuar veprën e tij. Politika pastaj her po, her jo ka pasur ato qëndrimet e veta. Ai tregon se në familjen Vlora janë ruajtur gjithmonë kujtime, dokumente dhe tregime të rëndësishme për ngjarje që nuk gjenden në libra shkollor, duke mbajtur gjallë historinë e pavarësisë dhe të themeluesit të shtetit shqiptar. Po atë që unë kam dëgjuar gjithmonë në familjen tonë është folur gjithmonë. Aq sa ishte mundësia dhe aq sa kishte kur binte rast, sepse nuk është se flitet gjithmonë vetëm për këtë gjë, po janë treguar edhe shumë ngjarje të tjera që nuk thuheshin nëpër librat shkollor, gjëra që nuk thuheshin ose që ishin shtrembruar. Domethënë në familje kemi dëgjuar gjithmonë një tregim shumë të pastër dhe unë këtë gjë domethënë ja jap dhe fëmisë tim edhe nipërve të mi. Duke folur për lidhjen me stërgjyshin, Darling Vlora shton se ëndra e Ismail Qemalit ka qenë gjithmonë të ketë një shtet të fortë dhe të bashkuar, një aspirat që familja e tij vijon ta nderojë e ta përkrahë edhe sot. Lidhja ime me Ismail Beun është njëri nga djemtë e tij, është gjyshim. Qemali Bej Vlora më i vogël nga djemt. Kurse unë jam djali i Ismailit, që ishte djali i Qemilit. Babai im Ismail quhej dhe babai im trashëgoi emrin e gjyshit.